Ka ndonjë interes real Shqipëria në një martesë të mundshme gjeopolitike me Kinën e largët? Është pa mundur. Duket që sharake që thënë. Shumë e largët është edhe Amerika, po? Jo, nuk është sepse ka 2 baza në Shqipëri, ka një bazë në Kosovë, ka Avinjanën që është 7 minuta, është fluturohet nga Avinjanën sipër Shqipërisë, është iluzion. Por ka një problem shumë të madh, që zoti Rama ka humbur lidhjen me realitetin. E para, kur artikulohet në mënyrë diplomatike, po edhe ty ka një asimetri shumë të madhe, sepse zonja është charge d'affaires, nuk ka ambasador dhe duhet të ishte jashtëzakonisht i kujdesshëm edhe në protokoll kur e vendos. Në mendimin tim është jo normale që ti të vendosësh një personazh i cili tashmë është përpara drejtësisë dhe drejtësia suportin më të madh e ka nga Shtetet Bashkuara. Ky është gabim i madh, gabim protokollit. Dhe dyta është problemi që zoti Rama nuk arrin ta kuptoj për fatin ton të keq. E para, edhe në mjedise ndërkombëtare, paçka sepse propaganda neve na jep vetëm momentet që ata qeshin dhe shikojnë me një lloj kështu. Vërteta është krejt tjetër. Gjithmonë një kryeministër përfaqëson potencialin ekonomik, social, politik të një vendi.